2 ditë të humbura me datën 8 dhe 9 janar të vitit shkollor 2025-2026 do të zavendësohen me datat 22 dhe 23 qershor për të gjithë nxënësit e nivelit parafillor dhe atyre nga klasa e parë deri në të 8-ën në komunën e Gjakovës. Ky vendim është bërë publik dje nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjakov me qëllim që të plotësohen orët të humbura. Ndonse nxënësit ishin përgatitur që këtë vit shkollor ta përfundojnë të premten me 19 qershor. Nga DKA dhe menaxherët e shkollave është bërë thirrje që ky vendim të zbatohet dhe është kërkuar nga prindërit që të mundsojnë pjesëmarrjen e rregullt të nxënësve në procesin edukativo-arsimor. Marrja e këtij vendimi nga Drejtoria Komunale e Arsimit është bërë bazuar në njoftimin publik të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të datës 7 janar 2026, sipas së cilit ka shtyr pushimin dimror deri me 12 janar 2026 dhe ditët dhe orët të humbura në bazë të këtij njoftimi do të kompenzohen gjatë pjesës së dytë të vitit shkollor 2025-2026.